Një hyrje e papritur në shtëpinë e Big Brother VIP Albania ka tronditur plotësisht atmosferën dhe ka krijuar tensione të reja mes banorëve. Bëhet fjalë për hyrjen e ish të dashurës së Matteo, Edis, e cila ka shkaktuar menjëherë reagime të forta emocionale, sidomos tek Matteo dhe Brikena. Që në momentin kur Edis hyn në shtëpi, atmosfera ndryshon krejtësisht. Banorët mbeten të habitur nga kjo hyrje surprizë, ndërsa vëmendja përqendrohet menjëherë tek reagimi i Matteos. Ai duket i tensionuar, i pasigurt dhe qartësisht i tronditur nga prania e saj. Sjellja e tij ndryshon, ai bëhet më i heshtur dhe duket se nuk ndihet rehat me situatën e re që është krijuar. Shkaku kryesor i këtij tensioni duket të jetë fakti se Matteo tashmë ka shprehur hapur ndjenjat e tij për Brikenën. Marrëdhënia mes tyre ka qenë një nga më të komentuarat brenda shtëpisë dhe hyrja e ish të dashurës së tij rrezikon të prishë balancën emocionale